Po, çfarë dashti me thonë? Me një fjallë nuk ka të na kryeministër, ministër edhe kryetar. Na punëtor thjeshtin. Kërë. Me që ishte, po urdo Osman? Ama prapë po folë bukur me suri, sinqerisht më thamë, gjyna që nuk jem parlament me folë shto. Ja, zotëruna, veç aty se kësha pranu që atëron, mirë ata, jo, lumba ta që janë, po mirë ata ka një herë që janë. E këqo, shukatet apo tut një janë. Mensur, po kjo vlen edhe për Vedatin edhe për Osmanin, me që kalum në këtë pjesë, kur do të mushemi men na vlla? Kur? Pa atëhere, masis do të mushemi men kur? Kur do të bëjmë pace me vetë vete na shqiptarët? Kur? S'kom përgjegje. Atëherë, pse nuk pe kritikoni pak ma shumë politiken? Na jem, apo do me pasal dhe qëtët. Po i kritikojmë deformimet, po menoj deformimet që janë si në politikë, po ka njerë panoj të keqen e kapimi për nëj personazh që është maj këndshëm për popullin e në përmes ti mundomi me deklaru diçka, ose me thonë diçka, po këtu nuk është zërë me bo humor të shqiptarë se qa që kemë të meta, qa që kemë deformime, qa që kemë tragjikën jetën tonë, se dhe Qaplini është tragjiku maj madhe, po menoj prej fatkeqish e nxjerë komedinë. Po ne mundohemi që ato problemet tona, që atë fukarallëkun tonë, problemet tona politike, pa ditunin tonë, me pështjedh, me bo një paketim të bukur edhe me servu në publik. Me po na vetë, me qka balafaqohemi jetojmë, po jo në atë njërën e vërashtë. Po edhe në anën tjetër, ajo me qenë si një vetë kritik, me po ku jemi, qëfar stadiumi jemi, sa jemi të gabushëm, qëfar deformime kemi. Mladi, naim, ule dorën, naim. Se ta hanë nësë moni dorën. Mjaft keni folur, urno, Mensur. Handire. Jo, Mensuri foli pak ma shumë. Na, që tash, veç ishëm një ditë në Batlav. Edhe në Batlav është... Në Orlan, jo. Në Orlan, po. Specialiteti i Orlanit është flia. Po? A, do më thonë është liqeni, edhe do më thonë nuk e di me pregatit peshu, do më thonë shtu adem është një farasti që kalojnë për do periuda... Një farasti dhe kontrasti, është liqeni si... Deshe me thonë diçka, të kërkojmë fali. Kështu në parlament, nuk t'japin fjallën, të marin fjallën, dërprejnë fjallën. Na jem popullet. Kësha ma unë popullet, veç krenar me nejtë, kry që shtot. Vedat, cili stup jeti? Apo do këna stup shtot? Shtu më mbanë është do këna si lamperi. Osman, Po. cili stup jeti? Po, la, njoni i pi treve, jo, po ta shpedici. Mensur, a je stup a thupër? Me më qyrë të ma shumë që i thupër. Së shpejti presim një projekt të ri, Po. të... Me 8 mars, nuk kemi dalë, po ka me qenë do me thonë shkoku i 8 mars, qa jo, po do dalim shpresoj që ka fillimi prillit, do tjetë një projekt që jem t'ju përgatit kështu edhe s'keni mundat të dëshpru mas pa. Ka fundi prillit dhe shpresoj që ne do t'kemi diçka premier në këtë emision, si listmit që jeni. Edhe ne do t'a shohim atë, një emër artistik. Janë ata që godasin me ironin, me sarkazmën, me metaforën, po gjithmon janë zemra juaj, stupcat. Spektakli Odon shpall audicion për të gjithë... Mirë se erdhe. Orman, ju lutem. Mirë se erdhet. Mirë se ju gjetëm.
Çfarë gjallën? Hosh ballën. Gjithë durtërkitjet, gjithë egzaltimi për ju, si artist shumë të dashur, në realitet ju bëni një humor të kuptueshëm në të gjitha trevat shqiptare, duke filluar që nga Konispoli deri në Bajgor. Unë s'nalem Vermosh. Okej, Ka të që e faleminderit. kena njësë anglisht tash. Po i përpiqemi me qenë të kuptueshëm, me qenë se shpresojmë që humori jonë tek ka mu marrë vesh, unë konsideroj hala ma vonë edhe para disa ditëve i kishtë thonë Vedatit se di kush tash kjo po i bjen pak një lajkatim, ja ka faqet vetë vetës, i kishtë thonë që ju jeni dëshmitarët më të mirë të historisë. Kështu që unë konsideroj që humori jonë tek ka me marrë peshën e vetë edhe ka me u kuptu shumë ma mirë në të ardhmen, edhe dikush për me kuptu një realitet të një kohë, s'ka me pas nevoj me hyn librave që shën stupsat i këshyrëzët në 2012 që shtë i shkonë situata për rrën smit bërgu veqa për dojnë stupsat. Më falë, Naim, Orna. nëse ka mësime ta përkthy, që tha nësë? Ornani, kinesis. Ati, kjo pa thëtë, ka njerës burë që ta dojnë më mullë, apo këtane. Si do të bënd të përkthimi juaj? është knasiu në knashna kur e një të folë mensurin. Si që Tash do t'ju pyes diçka tjetër. Më i mirë teatri apo estrada për ju? Ju të tretë jeni aktor. Skenur gjithkun, si në teatr, si në për ato skenat të diskotekës, si gjithkun. Ne punën tojnë e kryim shumë seriosisht, po të mirat për neve unë konsideroj që tek po vinë. Jem të ja po vetës venin. Orna Osman? Po shkoj me radhë, po shkoj me radhë. Ju lutëm, mund të na përktheni apo... Tha mesuri, tha më një fjallë që ma mirë se në shpitane s'ka. Osman? Jeni tre ndryshëm. Në jetën private jemi shumë ndryshe. Unë jam ndryshe, Vedati është ndryshe, Mensuri është ndryshe, po funksionojmë shumë mirë. Ne tret, nështë ta jemi shumë të ndryshëm, po të jetu qaq bashk, qaq kemi gjanat për bashkëta dhe qaq kemi arrit me qenë një, sa që ndryshe nuk mujme funksionu edhe s'mujme pa jetën në ndryshe. Me më pyjtë për nëjë projekt, ma vonë, pa Vedatin ose Osmanin s'mujme imaginu. Na tret kemi arrit përveç punës, profesionit, po edhe në jetën e përditshme me qenë si një dhe funksionojmë si një trup, vetëm kur jemi tret bashkë. Ka kërku... Po, qëfar dashti me thonë? Me një fjallë nuk ati na kryeministër, ministër edhe kryetar. Na punëtor thjeshti na. Me që ishte, po Orna Osman? Ama prapë po folë bukur Mensuri, sinqerisht po thamë, gjyna që nuk jem parlament me folë shto. Ja, zotër unë, a veç aty se kësha pranu që atëron, mirë ata, jo, lumba ta që janë, po mirë ata ka një herë që janë. E këqo, shukatët apo tut një janë. Mensur, po kjo vlen edhe për Vedatin edhe për Osmanin, me që kalum në këtë pjesë, kur do të mushemi men në vla? Kur? Pa atëhere, masis do të mushemi men kur? Kur do të bëjmë pache me vetë vete nga shqiptarët? Kur? S'kom përgjegje. Atëherë, pse nuk pe kritikoni pak ma shumë politiken? Na jem, apo do me pasat, da qëtët. Po i kritikojmë deformimet, po menoj deformimet që janë si në politik, po ka njerë pa nëjtë keqen e kapemi për nëjë personazh që është maj këndshëm për popullin e në përmes ti mundomi me deklaru diçka, ose me thonë diçka, po këtu nuk është zërë me bo humor të shqiptarë se qa që kemë të meta, qa që kemë deformime, qa që kemë tragjikën jetën tonë, se edhe Qaplini është tragjiku maj madhe, po menoj prej fatkeqish e nëzjerë komedinë. Po ne mundohemi që ato problemet tona, që atë fukarallëkun tonë,
problemet tona politike, pa ditunin tonë, me pështjedh, me bo një paketim të bukur edhe me servu në publik. Me pa na vetë me qka ballafaqohemi jetojmë, po jo në atë mënyrën e vrasht. Po edhe në anën tjetër, ajo me qenë si një vetë kritik, me po ku jemi, qëfar stadiumi jemi, sa jemi të gabushëm, qëfar deformime kemi. Mladi, naim, ule dorën, naim. Se ta hanë nësë mani dorën. Mjaft keni folur, urno, Mensur. Pandirit. Jo, Mensuri foli pa ma shumë. kryva. Na, qetash, veç ishëm një ditë në Batlav. Edhe në Batlav është... në Orlan, jo. Në Orlan, po. Specialiteti i Orlanit është flia. Po? A, do më thonë është liqeni, edhe do më thonë nuk e di me pregatit peshu, do më thonë shtu atë është një farasti që kalojnë për do periudat... Një farasti dhe kontrasti, është liqeni si Deshe me thonë diçka, të kërkojnë fali. Kështu në parlament, nuk t'japin fjallën, të marrin fjallën, dërprejnë Na fjallën. jem popullet. Kësha ma unë popullet, veç krenar me ne, kry që shtë. Vedat, cili stup qjeti? Apo do këna stup, shtë. Shtu më mbanë është do këna si lamperi. Osman, Po. cili stup qjeti? Po, la, njoni pi treve, jo, po ta shpedicin. Mensur, a je stup a thupër? Me më qyrë të ma shumë si dhufër. Së shpejti presim një projekt të ri, Po. të Me 8 mars nuk kemi dalë, po ka me qenë do me thonë shkoku i 8 mars, që ajo, po do dalim shpresoj që ka fillimi prillit do tjetë një projekt që jem t'ju përgatit kështu edhe s'keni mundat të dëshpru mas pa. ka fundi prillit dhe shpresoj që ne do të kemi diçka premier në këtë emision, si një Sigurisht. shtmit që jeni. Po. Edhe ne do ta shohim atë, një emër artistik. Janë ata që godasin me ironin, me sarkazmën, me metaforën, po gjithmonë janë zemra juaj, stupcat.